Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun xhalla wala falenderojmë vetëm për këtë ndihmë dhe falë kërkojmë lavdatat bekimet të Allahut, qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, bi familjen, shokët dhe gjitha që ndjekin rrugën e ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë sonë të mirë Allahut xhalla wala me librin që kemi filluar më herët me trajtu, dhe sikur që e bënë më sërim më herët, domthonë kemi përfunduar me zakatin, kam edhe një pjesë që do ta përfundojmë inshallah binillah, ndërsa sot vazhdojmë me haxhin. Jemi në kapitullin ku autori flet për kuptimin e drejtë të adhurimeve dhe sekretet që fshihen pas aspektit formal të adhurimeve. Ndarja e adhurimeve në këto faza, në këto procese është shumë e rëndësishme. Nga se shpesh herë diskutimet e muslimanëve janë të kufizuara në një proces, por nuk kalojnë në procese tjera. Për shembull, nëse marrim çështën e imanit, imani të ndërozur i ka disa procese që duhet me kalu në për to për me ndërtuar zemrën besimtarit. Procesi i parë është dijet, pranimi edhe njohuria. Për çfarë kushti i parë i fjalës la ilaha illallah është fa'alam, dije. Kjo është një proces. Kjo është një shkallë, një nivel. Po s'përfundon këtu. Andaj dietar kanë përmendur edhe kushte tjera, shkallë tjera, procese tjera që nuk kuptojnë, domethënë, nuk kuptojnë ndërtimin e imanit. Imani vazhdon pastaj tutje me ndikim, me funksionimet e imanit që kemi folur për çysh imani është funksional në jetën e besimtarit, çysh mundë me përdor imanin për jetën e përditshme. E procese tjera që duhet me ndjek deri në kompletimin e besimit në zemrën tonë. Për këtë proces të, domethënë, ose për këtë qasje të gjysmuar apo të gjymtuar të ndërtimit të imanit në zemrë, Allahu ka folur në Kur'an: "Wa qalat al-a'rabu amanna, qul lam tu'minu, walakin qulu aslamna." Arabët beduinët kanë thonë, na kena besu. Ja, mos thoni kështu kena besu. Po thoni jena nështru. Don është proces i imanit nështrimi, por atë imanin e sahabëve se keni optën. Don innamal mu'minuna alladhina, pastaj Allahu vazhdon në Hujurat, besimtarët janë cilët kanë besuar Allahun dhe pejgamberin, e i përgjigjen Allahut dhe pejgamberit me jetë, me pasuni e kështu me radhë. Do të them që ne jemi vazhdimisht në ndërtim e sipër. Dhe nëse shohim debatet e muslimanëve sot në çështjet e shumta, kryesisht janë në një fazë saktuar. Për shembull, për imanin ku diskutohet në fazat këtë fillestare. Pa ka debat për shembull për imanin të ndërozur në nivelin e funksionimit të imanit. A ka këtu diskutim? A ka këtu për shembull vrejtje? A ka këtu çortim? Shumë pak. Për shkak se është ende fazë fatkeqësisht për shumë musliman iluzionarave. Qysh me inkorporu imanin ton në jetën tonë të përditshme. Qysh për shembull duke besu edhe me u shoqënu, duke besu me kalu sprovën, duke besu me ndërtu pasuri, duke ndërtu me qysh bëhet kjo punë përmes imanit. Prandaj do të thonë që autori përmend adhurimet kryesore, shtyllat e islamit, të cilat i dim gjithë, por me një proces më të avancuar. Flet për duke të kaluar aspektin edhe të legitimitetit, se për shembull çfarë dispozite juridike ka namazi në islam, farz. Kjo është një proces me ditë. Apo pastaj njohurit rreth namazit, sa namazi janë, çysh falet, kushtet, është një proces. Ndikimi i namazit në proces. Na kemi shkuar për te këtij procesi deri në sekretet që fshihen në zbatimin e namazit, që i japin kuptim namazit, edhe namazi jep kuptim jetës së besimtarit. Këto janë këtë faza që kemi folur për të procese. Çashtu ka folur edhe për, domethënë, agjerimin e kësaj radhe. Edhe për haxhin flet çashtu. Po për haxhin autori tash flet në mënyrë pak edhe ndoshta më të përgjithshme, për faktin se haxhi të ndërrozo është sinqerisht nga ibadetet e veçanta në disa aspekte që dallon nga këtë ibadetet e tjera. Ibadetet e tjera. Që në këtë ibadetet realisht orientojnë ka ahireti.
Nuk ka ndonjë ibadet që të orienton ka dunjaja. Ibadetet ta lehtësojnë dunjan, po orientimin e kanë ka ahireti. Me ibadete lehtësohet dunjaja, me ibadete mund të fitohet dunjaja, po ibadetet orienton ka ahireti. Normal se ibadeti për shkak ka adhurimi ka me të orientu, me të mbajt domon orientimin e fokusuar në drejtimin e dur. Për çfarë ka adhurimi? Ti në dunja duke angazhuar duke vepruar në dinamikën e dunjas mos me humb boslën e orientimit të nëmën. Se mund me humb. Vjen namazi të orienton. Vjen agjërimi të orienton. Andë gjitha këtu kanë karakter orientues të besimtarit në drejtim të ahiretit. Kur bie fjala për ahiretin, çdo ibadet e ka karakterin orientues. Por haxhi me krejt përbërës e ti është një ahiret miniatur. Domthon haxhi, për shembull, shumë elementet të haxhit janë shpërputhje me realitetin e dunjos. Ndërsa ibadetet e tjera nuk janë shpërputhje të tërat me dunjon, apo për shembull, kur agjeron, ti je aty që zakonisht, apo domthon flan shpejt si zakonisht, je në shpejtonë si zakonisht, apo shumë procese tjetër je shkon punë si zakonisht, apo domthon nuk shkputet shumë nga dunja duke agjeruar. Nuk shkputet shumë nga dunjaja duke e fal namazin, apo ama me haxh shkputesh ka gjë shumë për dunjos apo. Ka gjë shumë shkput për dunjos. Edhe në aspektin gjeografik, domthon nuk je në vend tonin, shkon në një tjetër, edhe në aspektin e rutinës ditore është një organizim komplet tjetër nga rutina ditore që ti e manifeston jetën e përditshme. Don haxhi të nxjerr nga kjo rutinë, të fut një botë komplet tjetër. Pse haxhilert mos të madhe kët ne se përjetojmë, nuk e jetojmë kështu, kjo problem tjetër, ama autori don që të na fut në kët orbit, në orbitën e ahiretit që dalim nga dunjaja kur na flasim ose kur na kryjm obligimin ose haxhin në përgjithësi, tash dikush obligim, dikush në file se më rëndësi, po domthon që kjo është e rëndësishme e kuptuar. Andaj e vren që në shpjegimet e mëdotjeshme autori tenton çdo ndoshta forcë që të zhvendos çdo element, qoftë edhe periferik nëse është, apo i cili domthon ka mundësi me të pengu në këtë shkputje momentale me largu apo njëri. Çfarë do koftë apo? Kemi pa çfarë detale përmend ka herë që ky detaj në këtë temë kaq më madhe, po për shkak se shkputja është aq e rëndësishme, një element më minimal ka mundësi me pengu këtë proces të shkputjes nga orbita e dunjos të lidhesh po them kushtimisht në orbitën e ahiretit apo. Me pritimet e tua se trupi ti dunjajet, po me pritimet, me mendjen tënd, me orientimin tënd, me riorganizimin e koncepteve tua e kështu me radhë, ti je komplet një botë tjetër që është bota e ahiretit apo. Autori fillon mas pari për të na treguar se çka do të bëu haxhiu para se më unis në haxh e pastaj edhe kur të arrin në Mekë, e pastaj fillon me procedurat e tjera të haxhit, sikurse ihrami, tawafi e kështu me radhë. Ne hapë kuptu me këtë renditje autori të nderuar vëllezër se për çdo adhurim duhet me unis para se me hin në adhurim. Mo përgatit para se me hin në adhurim. Nga se nëse njeriu hin në adhurim direkt nga dunja, direkt në adhurim, derisa ai të merr veten ku është gjysë adhurimit shkon apo. Gjysë adhurimit shkon. Pastaj edhe çdo adhurim i ka parathënjet e veta. A ke po i ka parathënjet e veta. Namazja ka parathënje. Ka abdesin, ka sunetet, tani vjen farzi apo. Agjerimi ka parathënje. Ka parathënje. Ka agjerim para prak. Që agjeron, veçanërisht pejgamberi ka agjeruar në Shaban, ka agjeruar apo përgatit, pastaj hin në Rajab, hin në Ramazan apo. Çashtu edhe zakati ka të ndozë parathënjet e veta apo. Ai që kur sjep sadaka, ka mundësi me zakat, shumë vështirë apo. Shumë vështirë, për shkak se të kurrja e tij në dhënje një vjet është problem tani atë lëshohet moment caktuar vjeçare, është telash apo. Gjithçka i ka përgatitje të veta apo më. Edhe haxhi i ka përgatitje të veta. Andaj autori flet për një përgatitje parahyrëse në adhurimet e haxhit, si një garancë për të përgatitur veten, shpirtin dhe mendjen për një pritim dhe përfitim sa më maksimal nga adhurimet e haxhit. Andaj thot yanbaghi liman arada al-hajj an yabda bit-tauba. Ai që e ka bën niyet
me bo haqë, duhet fillimisht me u pendu tek Allahu i mënduar. Shiko, filloj me tauben, hala pa shku atje. Do në këtë njerëzit kanë përshtypjen, ose shumica, e kemi përshtypjen domosë se nën haqë më në falë mëkatet, apo? Atje më pastru. E pse këtu? Me fillu me tauba. Domosë të ndërnozë për të na treguar se ka duhet me shku rrjedha e haxhit ton. Pe këtu apo? Nëse hapi i parë i udhëtimit në haxh është pendimi, kjo me kuptu se ç'kjo ka me qenë, domethënë detyra kryesore gjatë të udhëtimit tonë haxh. Ne këtu fillojmë. Dhe çdo lëvizje në drejtim të haxhit duhet të jetë në shërbim të pendimit. Kjo është e para. Dhe e dyta, sikur se kena vënë më vonë të ndërozë, autori do më na tregu se qëllimi i haxhit është mu të falë gjunat. Ç'ka qëllimi? Prandaj krejt shpërblimet për haxhin ka natë në lidhje me çka? Më falë mëkatet. Ke yawmin waladatu ummu, se a ditë që ka linë nona. Apo kush bën haxh edhe nuk flet fjalë dyta, nuk bën vepra të këqija, kthehet se kur ka linë nona apo. Pastaj shpëlimet që ndrihen kryesisht me falën e mëkateve dhe xhenetin. Në Arafat çka ndodh? Allahu xhel kur krenohet para me lajkë me robët e tij, çka thot apo? Ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Jeni dëshmitar se ju kam fal. Nuk është për shkak se i kom bo banor xhenet ose kom i furnizuar, këto janë ansora. Ama esenca është qad ghafartu lahum, ju kam fal. Don pika elementare kryesore e udhëtimit drejt atij vani është Allah të pastrosh. Ç'ka është më nësjetën? Të pastrosh. E kur kjo është fokusi kryesor, njeriu tash çdo njollosje përgjatë rrugës e ka shumë ndihshme. Burr jam nis tash, apo. Para sikurse dikush më marr një udhëtim, për shembull, kushtimisht me karakter shëndetësor, apo. Kimë shku më operu, apo. E thot mjeku që para se më ardhe ke pa një javë ditë, kësi buka mos ha, këto mos e përgatit, apo se kimë i në prezant dush, apo. Edhe ai gjatë rrugës i përmbahet asaj diete të caktuar e cila realisht i duhet për suksesin e operimit apo. Apo çka do të qoftë tjetër për udhëtimin që bën njëra apo. Edhe haxhi është udhëtim i pastrimit. Haxhi është udhëtim i shkarkimit apo. Edhe umria, po haxhi është domosdoshmë shumë më i madh se sa umria. Edhe tjetra që këtu duhet ta kuptojmë të ndërruar është se kur besimtari që nga nisma e tij, e ka parasysh se është udhëtim i pendimit, ai tash veç hyn në botën e një lloj vetlllogaritje. Çka kum bë punët e mia, çka do të më hieku në çka. Kjo është tash ai orbita ku ai sillet apo. Vetvetja e tij, e kaluara e tij, lëshimet e tij, këtu është ai fokusi i tij apo që mendzi pret dhe sa më tepër shtohet rritja apo rritet dosja e tij në kuptim të veprimeve të këqija, shtohet për mallimi për më shku për më e shlyj dosjen apo pse ti e rrit mendimet e tua, domthon shëmtueshmërinë e mëkatimit. Ndërsa mendi kite procesi i pastrimit. Sa më tepër rritet doza e shëmtueshmërisë së mëkatimit, shtohet për mallim për më shku te vendi i pastrimit apo. Mendzi po pres më shku apo, më shku pe. Ndaj të ndërozë na kur dëgjoni, jo ndosë kanë ndihmë janë tolla, dikush më thot po mirë dhe na këto përmirojmë në rregull, unë shumë të fol, na kemi thënë fillim, ti jemi qartë. Këto shpjegime të ndërozë shumica aty nuk janë me karakter juridik. Në kuptim të thotë është farz, është haram. Jo, na po flasim për elegancë. Na po flasim për një zotëllak besimtari, po flasim për një nivel më të lartë apo. Na po flasim kushte haxhit, ihrami, Arafati, kjo është libër fikut. Kjo është libër i zotnisë apo. Kjo është libër i elegancës apo. Kjo tregon domë për tu haxh me kry në nivelin e kompletuar, më një herë njëhet kimë shku me obligueshmëri, atëra spaku shko çish duhet apo. Bane çish duhet apo. Për çit nivel po flasim. Aty kur mund të them po nuk mund tash këtë njerëz, vërtet s'mund këtë njerëz me kon. Po, e dim. Edhe ka plot që shkojnë që thotë nuk i kanë këto parasysh në rregull, ata në rahmet Allah që Allahu din çfarë bën me ta, nuk po përzijm. Mirë po, është një sen që duhet kuptu, ka thonë pejgamberi sa apo ar-rakbu kathir wal haju qalil, apo karavani është i gat, po haxhitin pak, apo më rësh. Ai që më e plotson që duhet, nuk është bërë gjithkusht që shkon atje. Andaj shikoj autori nis me tauba.
E nis me pastrim, me shkarkim, piktujt. Nga se edhe këtu një sen që do të me kuptu të ndërëzër, se ka mundësi, për shembull, që një ibadet fatkeqësisht, në vend që të jetë gom e pastrimit, apo të jetë rresht në fletorin e mëkatimit. Me nëse me kun gom e pastrimit, bëhet çka? Rresht në fletorin e mëkatimit. Haxhi, vend se me kun pastrim, mund të bëhet fatkeqësisht mëkatim. Qysh? Mund të ketë syfatsi, mund të ketë ria, apo mund të ketë zullum, mund të ketë shkuarje me haram, a ka mundësi? Këto të mundshme. Andaj njëri për shembull që nis me ti është teubeja. A ka mundësi për shembull më nis me zullum? Nuk ka mundësi nga se nuk e lën synimi për çka nis. Mu nis me para haram, nuk mundesh. Sa e për shkak mu pastrua ka i nis me, nuk mundesh. Në shikoj teubeja, koja domoni ja çartson qëllim për shkak i për shkon atij. Pastaj thot uraddil madhalim. Para se mu nis, duhet me kry dosjen e padrejsive. Ku ti ka bo pa drejt, i kërkon halal, ku ti ka marrë çka si ta kanë, ja kthen, hakun e lan, nuk shkohet në haxhe në qafë zullumi i njerëzve. Zban. Nuk mund shkohet në haxhe atje, o Allah lebejk, Allah me lebejk, e ka një met njerëz që bëjnë dua kundër këtij njeriu që ka shkuar ose lutën ose flasin keq, thotë subhan, çysh më në vetë ka ndodhur. Thotë që 5 muaj jam të arrit borxhin, apo s'ma kthem borxhin keq më kalon në shkon haxh. Çysh ka njëri këtu në haxh apo? Sahi. Nuk bën më shkutin haxhi ngarku me borxhe. Bashliu mund të jetë me afat më të shtym, okay, në rregull ka më vonë, të në rregull të marrveshjet. Me po ki me la borxhin, më zhliu të ka ardhur der, ka skadua fati. Do të më la borxhin, do të ta laj hajt tash. Edhe refuzon me arrogancë. E tani lebejk Allah me lebejk, ja s'ka kështu. Ja s'ka kështu. Këtu kemi kthy zullumin, kemi la kusuret, kemi la borxhin, e çka tjet, shkon. Nuk jet vitin tjetër inshallah kur të bëhet apo. Raddul madhalim. Mos më shku me subhanallah, se nuk pse atë nuk bën më shku. Po ti anis për teube. Po mirë kushti i teubës cila është? Me ta bëu halal atë që ke bëu zullum, apo nuk ka pendim e këtu ende është dosja e pa shpërlar. Nuk është ende pasruar, nuk mundesh me shkuar. Prandaj në raport me Allahun fillimisht teube, pastaj teube në raport me njerëzit. Me u kthy njerëzve hakun afton. Wa qada'i duyun, borxhet me laptan. Edhe thot wa idadi nafaqa. Edhe me lënë një sasi të parave, do të mjeteve materiale që ju mjaftojnë atyre që e ke borx, mu kujdes për ta afton. Derisa të kthehesh dhe emanetet e njerëzve me i kthy. Çka nuk kupton kjo? Mas parë po themi të ndërzer që haxhiu duhet më shku atje, domthon edhe me atë ka të teubeja, me atë ka të pastrimi. E për shembull, çysh mund më shku në haxh njëri e këtu e kalon për shembull, familja nuk e din a ju mjaftojnë. A mojt me pagu për shembull një obligim të caktuar që kanë pas, a mojt mungi buk, a mojt s'është kjo, nuk ka shkarkim aftë. I lënë këta rahat, tonë në rahat. Po thuj se autori më thonë që panaj i të shku në haxh, do të shku me dekë valla. S'kthehesh apo. Andaj thot wa yaruddu amma indahum min alwada'i. Njerëz kalon të emanete, ruma që ta, a mund të më kujdes po, ta ruaj leç aty, apo thot ja u kthe njerëzve. Që ato emanete do të s'di çka mua të morën. A kthejmë, mos kthejmë, na po shkojmë. Se ç'kjo është? Ai tash kur më thon po, pse do që kështu dekën në menu? Dekën në pashkun haxh është me menu, apo. Po përjetimi i ndjenjes së vdekjes, kur nis pa rrugë, i ka dy arsye. Arsyeja e parë është rrugtim, nuk dihet, një rrugë gjatë, nuk dihet. Përkundër faktit që janë lehtësuar mjetet të udhëtimit, megjithatë, është një largësi, gjithçka mund mendon rrugës. Apo është e mundshme. Në çdo aspekt. E para dhe e dyta, thash, gjithçka doon që ka të bëjë me haxhin, duhet të jetë në shërbim të ahiretit apo. Nëse është në shërbim të ahiretit, nuk ka mundësi më njëru deka, se deka është porta kryesore e ahiretit apo. Nuk ka mundësi njëri me kon i orientuar ka ahireti ama për dekë s'menan. Qysh? Nuk mundesh valla, nuk mundesh.
Çu shke mundësi me kom prezent ahiretin në jetën e njerit, apo ama për dekës me në jo, se veç për dekës më nu. Po nësë më për dekës, shumë për ahiret, Allah. Është kapilli pak apërcyshëm, nuk mundesh apo. Është pa mundshme. S'pa njëri program për mënën me marr pjesë me një prezantu mama, nuk e përmendon atë derën që do të më hin ato se kimi hiç aty apo. Ato rrugicën ka kimi, ti ki çora pa përmenduar se çati kimi rrapta. Për më shumë pa me organizu më tutje çush kemë u gjinë në atë organizim. Edhe ahiret që ashtu nuk mundesh apo. Prandaj i kthen emanetet edhe thot wa yastashibu min al-mali ma yakfihi li-dhahabihi wa ruju'ihi min ghayri taqtir. Thot edhe merr me vete para. Pra po them se kom si këto e dëgjon dikush se ka, këtu janë krejt domthon rregulla të sa të flasim për një haxh me një çështje të kompletuar elegancë që komplet përkushtimi është në adhurim. Kur gjë diçka nuk mbetet anash që ka mundësi ndoshta me të zhvendos nga ajo për çka ke shkuar ti atë. Thot edhe merr mjete me vete, kur nga pasuria e ti, merr min al-mal al-halal. Halalin e merr me vete apo. Halalin e merr me vete apo. Thot aq sa i mjafton me shku dhe me u kthy pa u ngushtuar. Pa u ngushtuar. Të ndërroza këtu pa u ngushtuar çka i bën apo. E ka njerëz që shkojnë thotë, hajde se na çet buk dikush me hongër, ne do të ngjinojmë apo me pas parasysh që kemi hongër buk komo të dasht apo flajm dikun, jo flajm dikun apo. Tash ky flet për kur ka shumë njerëz me shku gjithçysh, sot elhamdullah është rregulluar kjo punë, s'fush vetë diku dush e qysh dush, se është obligative me pas ato agjiu këtë organizuar, është në rregull kjo punë. Po si mentalitet apo haxhi është ibadet i pasunisë edhe i trupit. Në haxh njëri që shkon duhet mundësisht apo që aspektin material me pas sa më të mirë, sa më të qëndrueshëm, që me kon për kushtimin e ibadet. Para natë ndrozo për shembull. Nëse njëri nuk ka një keq ushqyeshmëri në haxh, nuk s'ka me hongër mirë apo. Që shko mundësi me najt ai afër për shembull me orë të tëra në kohë me ibadet, nuk mundesh vëllai. Nëse ski për shembull vend ku kimë flet me pushu, që shko mundësi mu fal namaz natën çava afër. Po ski mundësi vëllai. Apo që shko mundësi me najt në Arafat pe drekës se dena kisha me bodo e dillit të pjek në kokën tonë se ski një çadër ku me najt afër. Apo a bën haxh me bën, s'po flas për atë pjesën, a bën as bën, po flas për kompletimin e udhëtimit në formë më të mirë të mundshme që njeriu me kon komplet të përkushtuar në ibadet. Prandaj të ndrozë ato transmetime që mund të gjeni se kanë bëu haxh të para tonë ose dikush nga njerëzit e caktuar në veçantë në mënyrë shumë askete, në mënyrë shumë thjeshtë, këto janë çështje individuale, por në esencë edhe këtë e përmend autori, në esencë dietar kanë përfruar që komoditeti në kuptim të aspektin material me qenë kogja, i rregulluar që të jetë në shërbim të ibadetit apo. Po jo komoditet i cili jetë çaty. Jo, komoditet i cili i shërben adhurimit, Sikur që e ka përmendur Sufjan Thauri rahimullah, kur ka hungur mish, se ka hungur mish shumë Sufjan Thauri rahimullah, edhe ka thonë, tash ngarkoje devën sa dush se e ban, se ka hungur, edhe u qu fal të isa ka thirr namaz sabahit apo. Qështu po, han mirë tani fal 3 saat namaz natë apo. Ama me hungur me meç aty, pa ajo energji e akumuluar nga ushqimi i mirë, pa u shfrytzuar në punëtarit, çka duhet apo? E dunjart apo. Ai besimtari i cili ka aktivitet në gjeshur, ka punë, edhe duhet energji, zgjerimi në çështjet e dunjas nuk është i dëmshëm, për shkak se është në shërbim të dunjas. Dunjaja kur është dëmshme? Kur duke u zgjeruar dunjaja, janë nxjerr frymën e ahiretit, se s'ka kohë për të ato. Që atë është problem. Ama kur dunjaja zgjerohet, e mezimi i dunjas zgjerohet e përmirësohet ahireti, kjo është begati e Allahut te bareke ve taala. Prandaj domthon njerëz që ka mundësi, pse jo, me pas domthon një çështje po më s'po them luksoze, po një çështje
duhur në kuptim material që i shërben lehtësimit të kryes së haxhit edhe punëve që janë atij japën. Për shembull, në njërin haxh e ka vao të shku pejgamberi sa edhe duke ecë i ka thonë pse s'po hyp, kanë i kombëdon zotim Allahu xhallahu që më shkon kom. Ka han gjëna për zotimin e hyp ndeva atë. Sa ti kushoj çabë që bën ibadet japën. S'u bën ibadet se lutesh, smuhesh atë. Pastaj dini kur ka zbrit ajeti wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Te haxhi ka zbrit, e për haxh ka zbrit. Furnizoni, por mos harroni se furnizimi më mirë është takvallahu. Çka është mesatori Islam Allah? Furnizo, merr. Shikoj Allah po merrni. Tazawwadu merrni. Por mos harroni se merrni për devotshmëri, jo për ngopshmëri, jo për mufry, Këtë pse ka zbrit? Pse do njerëz PM në të nis pa kur gjë. Tawakkalna ala Allah. Dal dikur shketin që aty rastësisht han buka apo. Sa shkëpun rastësisht Allah. Nuk është tawakuli me rastësi apo. I nis edhe dikush ka lënë karavan që aty e pim dujmë me ta bashkë apo. Pas një planifikim, pas një organizim, pas një furnizim. Kur kanë haxh të raskapitur, të smut, u dosh disa ditë me i majt njëre më kfill, më çun kom me shumë me haxhin apo. E ka zbrit wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Furnizoni, është më shumë thot. Flas për njerëz që ka mundësi, njëri mund të shkon forma ndryshme, po haxhi është ibadet i pasurisë. Është normal. Është ibadet i pasurisë. Është ibadet i trupit apo. Pastaj thot autori, me pas pasuri, shiko që thotë. Ala wajhin yumkinuhu ma'u at-tawassu'u fi az-zat. Që ka mundësi pak me lëshu dorën në furnizim. Me hungër pak më mirë, më vesh pak më, ka mundësi ka pak apo. Në favor të adhurimit. Thotë gjithashtu në këtë zgjerim, me pas mundësi me dhonoj sadaka në Mekë se me dhon fukarave në Mekë ka savat madh atë. E jo ti me shku në haxh e më për sadaka. Po ti me shku atje, ti me dhon sadaka. Apo. Andaj edhe këto planifikoja që këto para vijnë çikaj, këtu vijnë çikaj, këtu çikaj, po diçka do piktuhet për sadaka atë me shku për me dhona. Shkoj çfarë planifikimi, gjithçka me kon e organizuar para se me shku atje. Madje thot autorin kuptim të organizimit të kompletuar, çka i duhet njerit komplet për rrugtim që të jetë i orientuar te adhurimet në mënyrë të veçantë. Thot dhe merr me vete nga gjërat personale që i duhet njerit. Përmend për shembull krahnin, përmend misfakun, vjen Allah. Apo tash dikush thot, "Ha do të kur bën me haxh mukri." Po pse s'bën me mukri? Pejgamberi parfumos Allah. Për kur ka vesh ihramin, Aisha radhiyallahu anha sikrati i Xhamirit thon. Apo para se me bo lebeik Allahumma, pas me bunjet, thot e ka ly pjesën e mesme me misk. Apo thon, edhe don, i ka rënë mirë. Vesh ka thonë mos me prek teshën e ihramit të dini me misk apo ma trupin këta me misk pse me misk apo pse është çështje që besimtari domthon mos muni për shembull tash keq për shkak se era tani jam indiku ja keq ka mund eliminon kuptim të përkushtimit në adhurim apo. Thot nga punët e mira është që me dhon sadaka dhe para se munis. Para se munis me dhon sadaka. Që me bo Allah sebeb, me rujt rrugës dhe me nesu rrugën. Thot, nëse tash përpara të ndëzër, dikush ka pas deve veç për me i hip, po s'ka pas deve për me ngarku me çanta. Apo, së dyjet në kone ronë tani, deve që ka pas këtë për rrugë të gata. A pëse pejgamberi sa deve që ka pas, s'ka pas dy deve, ka pas një deve, që ato ka pas edhe për, po edhini që pejgamberi zakonisht në këto aspekte ka një standard më të mundshëm që mos mundi keq ata që s'kan ato. Po nëse ka marrë me qira deve, do deve i thon rahila asaj që hyp, zamila i thon asaj që ngarkonte, domethënë ngarkonte çantat në ato që ashi kanë pas apo. E tash ato çanta dikush ka me hyp, e ka me zhdryp, apo se në karavan kur ka shku përpara, kanë pas me veti njëri që është kujdes për devet. Don e ka zbrit çantat, i ka hyp çanta që ka pas nevojë mund rrugë dikush më bë, i ka rrit devet, apo ç'kjo kon kujdesori deveve ka thonë. Edhe e përmend një detaj që në atë kohë i rëndësishëm të na s'ka më kështu apo. Po e ka simbolikën e vet tash në kujdesin që gjithçka më kon në mënyrë shumë paqësore.
me kërkon prem mos me pas do që të kam kohë për ibadet. Thot i kallzon paraprakisht që ti të deve çka ki me bajt e çka s'ki me bajt. Apo mëresh që mos me thon tash am thaj që ki 10 kg, e pse që ki 15 kg, se nuk është tash haxhi debat so kila i ka çanta, po kupton. Sa haxhia ke po debati vot apo subhanallahu apo për çanta për to, am ke thon, se s'm ke thon. Tani mos haxhi sa për lami është këna am ke thon, am ke bë, po domon fatkeqësisht fryma e haxhit e ke për një çantë për 5 kg, për 3 kg, për diçka. Po të kallzon fillim apo. Prandaj njëri ka thon Abdullah ibn Barekut, të shkon haxh. I ka thon a mund më marr që me vete për haxh, kon ti kallzoj aty devës apo njëra. Si çka kom përmend që kom me vete këto. Don gjithçka duhet njëri me pas në shërbim të një qetësie shpirtërore, me kërkon problemas me pas. Sa më tepër eliminon telashat apo, sa më tepër eliminon debatin, gase e dini çdo fjalosje, çdo domethën fërkim zhvendos nga fryma e heretit. Duhet më kthyen në dunja mund. Me zi dola po më kthejnë me zot në dunja, e të në dunja dihet ka për lame, ka fjalosje, ka hased, ka gjithçka. Del pisa apo, me çka të kofta apo. Olla ja çka komo si më pagu. Dëmtimi i caktuar material është i tolerueshëm nëse e ruan njëri shpirtin e qetësisë së ibadetit. S'po them që më kohën besimtarin naive, me leju me hip dikush në qafë, jo kështu, po sa të ki mundësi ruje qetësinë shpirtërore. Sa të ki mundësi ruje domon koncentrimin dhe fokusin ka qëllimi pse po shkon apo mos lejo u zhvendos. E ke pa për shembull na tani e nisin aty në Harama sa fjalë bëhen për shembull për pritjen e aeroport, sa fjalë për autobusin, sa fjalë bëhen për to, kur shkon çabe tani apo doni ngarkum, ai nervoz, ai shqetësum, a gibet sa dush, e tani bismillah ta. Problemi është asaj këtu. Të lash është. Ja shkarko sa të mundesh, mundo me koni fokusim sa të mundesh, sabër. Tek fundit haxhiu, pe momentin kur del pi shtëpis. Te kur do të një badat, ti do kur pret në autobus, kur pret në aeroport, ti në badat ti, se veç ke hinë durim. Ti sub kur gjë vllafta. Ti tu paguje apo? Tu paguje. Ato po ecën domon llogarit e tua të punët mira, por që njëri do të çton pas parasysh. Je shku për një qëllim madhor, je shku për pastrim, je shku për sevap. Fokusohet tek Allahu te bartore dhe sa më pak domon konflikte dhe sa më pak fërkime, sa më tepër qartësi, sa më tepër sinqeritet, edhe nga ata që organizojnë, që mos me detyrojnë njerëz me ushqetësuar këtë punë, po me u kallëzuar njerëzve edhe mbi bazën e një përkushtimi edhe mbi bazën e një marrëveshje me unis për haxh. Thot gjithashtu duhet me përzier shoqëri të mirë për në haxh. Përpara njerëzit kanë përzier, ju mbodh 10 vet, kanë pagu, tash nuk mund të përzier në haxh, po numër mund të përzier. Ose në haxh kur shkon për shkakun njëri, spaku në kuadrat e sa në aty haxhi që shkojnë, me gjet do njerëz që domthon çto kuptime i kanë. Janë shku për tauba, të ndihmojnë mu koncentruhet, ndihmojnë me gjet me net me ta. Me gjet me net me ta. Shoqënia është shumë e rëndësishme në haxh, është shoqënia shumë e rëndësishme. Edhe autori thotë që nëse harron, ata e rikujtojnë që jo për këtë punë. Jo dikush që thotë apo pse ja la burr, po se shalon korr apo jo kse apo. Po ai që thotë jo burr se në haxh na orë kaloj. Që si të vjen ti apo. Do të vjen që të ndihmon me koni përkush më që të nxirr nga orbita e ahiretit që ti nis në haxh apo. Ose thotë nëse të kujtohet diçka, ai të ndihmon. Don ose të kujton, ose të ndihmon dhe kur ngushtosh zgjenon apo. Ngushtohet shpirti apo nganjëherë pi lodhës, pi kallabllakut, pi në padrejtie. Ai burse. Gjana stop. Thot smalla drejtori i zyrës së Sheikh Ibn Baz rahimullah. Ja ku përmendëm në këtë rast, Sheikh Ibn Baz rahimullah ka pas detyrë të mëdha, ka pas pozitë, edhe shteti ka mundsuar që domon të ketë edhe një hapësirë të caktuar në ato stacionet e haxhit si Arafat, Muzdalife, Mina, ku ai realisht shoqëron me veti musafirët e vet apo. Ka dhënë musafir pi botës islame, ka pas dietar, ka pas njerëz, ka pas pi domon në Arabi Saudite që kanë pasur me bëu haxh me Sheikh Ibn Baz rahimullah. Edhe normal ato janë kon shumë, rdash me bëu lista apo. Edhe thot sa i mbyll listat, sheikh e 75, o sheikh s'ka vend. Apo 75, o sheikh ushtu shumë apo bosh, s'na nxen apo më. Tha sheikh e sikur se kanë Imam Mahdi rahimullah. Inna ma hi ayam. Do të ditë apo ka përcën Allah, pak më ngushtu, pa me gëzuar musliman ka hesap njëra apo. Mentalitet njëra apo.
Domthon që në haxh të ndozet kur shkon atje, tash nuk ka më kon çushje të veç të vet me tash u ket udhën apo. Dikur shkel, dikur sa kur ki ahiretin apo ket i ka person. Ama kur shkon me dunjaja s'lan me apo halal. Aslan mos u bën revaz apo ose dunja njëri këtu funksionon me bryla hesapi apo. Dunjaja funksionon me bryla. Ahireti funksionon ndryshe. Ahireti është i gjon, ka vend për ton, që ata s'kanë për bryla në ahiret. Nuk ka nevojë, gjan është. A dunjaja s'na zën dom apo? S'mund to me koni pari. Apo që ata shtyn kush me koni pari, si nxan. Në ahiret ka vend ton apo. Në ahiret kush është i pari? S'ka kryetar ta xhenetit apo. A ka kryetar s'ka apo. Gjithë kush ka hisën e vet, ti je kryetari hisës tonë apo. Kush s'ka në mushtynën aty apo. Në sot në ahiret gjan e kim. Si ti ko dunja ngosht bot. Ngosht bota. Bashta ka thonë Ribi ibn Amir radhiyallahu anhu. Kur e ka taku Rustumin në betejën e Kadisijës në Persi, në Irak, kon Kadisija. Çka i ka thënë? Çka fikun e sahabëve në Zot. Po takon general të një superfuqie të asaj kohe. Edhe çka i ne dalë, çfarë punë ju? Kan inna Allah bta'athana. Allah na ka nxirr pi aty vani këto mi nxirruve min diqi dunya ila si'atiha nga ngushtimi i dunjas në gjersin e dunjas e tahirit. Se dunjan sa është e ngushtë e keni ngushtu. Na ju zgjonojmë pak dunjan, apo me kuptime të caktuara, po pastaj ju bartim nga gjersia e dunjas në gjersinë e pafund me tahirit. Ç'kjo është i muslimanëve zonë? Ç'kjo është musliman? Ato njerëz edhe ahirin e ka të ngushtë, ku si nxën. Ka vend për tonë, alhamdulillah. Prandaj besimtarit me munis i qetë, i shkarkuar, më dosh mirë muslimanëve, më unimu, më gjend me zveti, apo por jo më shty me zveti, ose në udhëbila me unë gjallë atje, pse elhamdulillah, shteti atje është shumë i kujdesshëm që mos me leju me unë gjallë atje parollat nacionaliste, najna këta, kështë gjithë kush, domthon atje është musliman me ihramat bardh, po mundë më unë gjallë, që na sot mirë që këta, sa kështë, le njerëz me mentalitet, merru me punë të tua, ke shku në haxh, me kry adhurimin tënë, dhe mos leja që s'paku në haxh me u shpreh ajo arroganca e fanatizmit kombëtar ose racor ose gjusor fatkeqësisht në udhë billah, nga se çdo njeri e kryen haxhin me standarde të veta, po. Prandaj ti nëse je më i pastër dikush, më e pastërtinë e zemrës, sikur se kemi thonë të pastërtia atje. Më shumë se sikur për pastërtinë e petkut të bardh për jashtë që apo, se ndoshta e ka petkun për lim, po zemra ka më të bardhë se unë se ti apo. Po që njëri më koni kujdes mos ditën. Do sa më pak ngarkesa e sa më tepër orientim ka ahireti për hisën tonë. Këto mund të bëjë, sikur thotë autori, me shok të mirë që t'japin sabër, ta zgjonojnë aty nëse un gosht ato gjona burtas, për shkak ku po na nxën tonë me hi këto, do dikush i din me optimizëm me të udhëheqë dhe me të jap frymë të duhur të muslimanit të mirë në ato vende. Pastaj thotë me bëni pres duhur i cili është i sjellshëm edhe është i butë edhe i mirë. Normalisht udhëhecat e haxhit janë shumë e rëndësishme me qenë në nivelin e duhur të përgatitjes edhe të dijes me ditë rregullat e haxhit, por edhe pastaj me kon nivelin e duhur të përgatitjes edukative, me pas sabër, sjellje të mirë, të butë, mëse domthon ata kanë detyrën kryesore që njerëzit më qetësuar këtu ka duhet apo. Thotë edhe njerëz kanë nevojë për udhëheqës në haxh, për shkak se el ara takhtalif, ka lloj mendime. Po dalim sot apo dalim nesër. Është e mirë këna ka zon kur dalim vëllai. Këna ka zon kur kemë me shku, kur kemë pse, me rujt prapë komunitetin. Për gjithçka duhet më rujt vëllai veç mirë të kemi. Mos kemi mos pajtim sa më pak debat. Po shkojna po këna që rujt. Ngani udhëhecët e juve dhe ngani programin që ka dhe shkohet që është më mirë. Na kur shkojmë atje zakonisht ndodhin probleme ka herë fatkeqësisht, pse jo të mëdha, po ndodhin kanë muhabete, apo më mirë shkon ti shumë rokside, e pse u sill këtu, apo i kallzojnë edhe shoferit në Arafat ka do të mira, edhe ndaj në Muzdalife pse po presim këtu. Le njëri ai paguaj për të punë, ti boj ibadet, bëj dhëkër ti ibadet ja, po. Prandaj më thonë që shejtani është i gatshëm që me ta prish atë kulloshmërinë e adhurimit atje, me ta prish ambientin e mirë, me ta prish domthon orientimin që ke pas në mënyra të ndryshme. Prandaj udhëheci i mirë din me majtë në kontrol situatën maksimalisht, pse njerëzit din me dalë për kontrole, po udhëheci i mirë duhet me di që edhe me dijen e tij, me përgatitjen e tij, edhe edukative, edhe morale, edhe të dijes që njerëzit me i majtë mbrana orbitës së dur të ahiretit, për çka njerëz kanë shku në haxh apo. Thotë wa yanbaghi lil musafir, duhet për udhëtarin
musafir haxhiu që shkon, thot tatibul kalam, gjithmonë më fol fjalë të mira, thot. Gjithmonë fjalë të mira, me njerëz wa it'amu ta'am, edhe me dhon buk. Nëse dhënia e bukës gjithmonë është e dashur, ndërsa në udhim të haxhit është më e dashur, më e dashur. Në kësi udhëtimesh, dhënia e bukës është shumë e preferuar, shumë e dashur. Për arsye, domthon, Vllai Mareku kur ka shku, domthon, i ka marrë njerëz këtej në shpenzimet vete. Jo, për bukë për to unë u kri këta puna. Kjo më mundësi normal, po mirë që njerëz me bashkëpunu, kjo është më rëndësi. Njerëz me bashkëpunu në këtë udhim, apo me fjalë të mira, me domthon çarosje të përbashkët, nga se kjo shton dashninë, shton respektin, largon zilin. Se ka njerëz që fatkeqësisht bën kështu sponis, kesh, blejta, hajde shallani, veç me përfitu për tjerëve, kjo është zilin, kjo një lloj domthon, një lloj shme thon injorimi i qëllimshëm në formë të paqëllimshme. Apo më çes meta pa i thymet apo i bëu, po ani thaja burr hende të paguja apo. Domethënë që ka njerëz din me ka porti kohë haxh edhe me kursyn çop dikujt tjetër. Bënu bujar apo. Bënu bujar, vën haxh ke shku gjithçka çka të bëj frym është ibadat e Allahut. Gjumë është ibadat, domodhënia, ushqimi, sadakaja sigurisht se sekëm edhe më herët. Dhe thot me shpërfaq ndërtimin e tij edukativ që e kapën. Nga se arabisht i thonë udhimit sefer. Apo sefer. Pse ka marrë sefer? Fjala e nus sefer është shfaqje. Për këtë, për shembull, sabah i ka dy periudha. Ka gales edhe ka isfirar. Gales është pjesa e parë kur është terr. Sabah kur të halasi terr apo. Isfirar është kur pjesa fillon me u zdrit. Çfarë është isfirar? E për çësoj zdritjes e ka marrë emrin udhimi. Pse? Se udhimi i zdrit shumë aspekte që janë kon terr. Kur njerëzit në vend tonë si ke pa shumë aspekte, në udhim zdriten, dalin në udhim shumë sene, del sabri, del përkushtimi, del mirësia, del afërsia, del shërbimi, ke dalin apo në udhimet e gjata, sigurisht është haxhi, por rënd me dikon 3 javë, të smunet 3 javë me kon aktor. Dikun ka më shpërthy, nëse është për shkak ngarkum, ka nervoz, ka njëri më pas, thotë o idhar mahasin akhlaq, gjithmonë me shpreh anën më të mirë të mundshme të sjelljes e edukatës së muslimanit. Thot nga se fa inna safara yukhriju khafaya al-batin. Udhimi i çet të rëndshme që ka kapën. Ka zana, e çet bujarinë dikujt, e çet edukatën dikujt, mirësinë dikujt, vërtetësinë dikujt. Këti çet udhimi i çet gjitha këtu, apo për shkak se është natyrë e tij kështu apo. Prandaj edhe kanë thonë nëse një njeri e lavdërojnë ata që kanë pas punë me ta në vend vet. Njerëz kanë pas punë me ta, kanë pas punë kryesisht me parë, apo ka pagu, s'ka pagu, ka dhon, ka bon, apo kanë pas punë me ta. Njerëzit në vend vet e lavdërojnë. Edhe ata që në udhim e kanë shoqëruar e lavdërojnë, thotë kur mos dësha sa është buri mirë atë. Kur mos dësha. Andaj një herë Omeri radhiyallahu anhu ka pyet, ka on kush e njeh filonin? U qunë kon unë e njeh. Ka njerëz këra, thot po e një kam shok. Ka pa në autobus i ka unë selam aleikum, kam shok. Shok, s'bëhet shok të Allahut. Ka njerëz shumë shpejt, din me radhit në listë në shokëve ty në njerëz që nuk ja din për emnet më shumë, nuk din më tepër. Ja, kjo është standard fetar. Amerika thon, kush e filonin? Ka unë. Ka thon, a ke pas punë me tonë herë? Ka një kur. A ke udhëtuar me tonë herë? Jo kur. Kon spengjef apo. Pa e kumë pa në gjemi ka falet. Në gjemi, sa njëri falet, të mund që ata në gjemi që i këm shuk. Jo, se ki shuk. Ata gjemat lijen bashkë, po ka plepit një që vetë selam, të si nje. Të kuja din kush janë, qka ka, se ke për u njerin, kur apëtan. Andaj udhimi i qëtë të nëshesh apëtan, donë i mundësën për mu papën. Thot edhe gjithashtu nga ato që duhet haqë, kejtë të, shikoni, po flet, amur, dhe se kejtë, kjo, po flet autori për parasemunis. Hala, në qabë se shku këta, as kam ri, këtë jënë këtë parasemunis, apëtë. Në hala, tu bogate, tu i bagu, tu i paluteshat, qatë me bo, a gjiju para se me shkuar. Thot edhe një sen këtu e përmen që, nuk të na ndodhe kundër, apëtë. Pëse, atë në është mirë kjo, alhamda, po kjo flet një elegancë nivellit ma tjetër, apëtë. Thot edhe preferohet për të që ai me shku me i përshëndet shukët e vetë. Po ai zakonisht që më shkon haq rën shpejt vet, vi njerëz ja bëjnë para hajra. Ani kjo mirë thëmë. Ja, kjo shkon vet.
Do më shku në haqë nesër, ma bon halal, pa ma rrugë, Allah ju rujt, u pofshim më hajrë, do me të regu një farë respekti për kejtë tjerë që i ka shok, apo në kuptimin e një respekti për ta, apo nësa ta vinë ja këthejnë me përcjell, kjo është në rregull, ama i merr vetë iniciativë, se për shembull nëse njerëzit mund me kon të angazhuar. Për ambo që e lën veten keq, i lën punë keq, tash do të më shku se preket se përcjellan haç e bon apo mos me lën njerëzit që apo me uni keq, me lën punën keq, ndoshta mendon nga koha që si kam punë në moment më arbet vizitu, shkon vetë një përshëndet. Unë pe kry selamin me juve. Kush i ka punë me kry selamin, ehlen o sahlen, mirë se vjen apo. Po në sens, thotë shkon edhe domthon shkon edhe i përshëndet, thotë u yeltamisu du'ahum. Edhe thotë bëni dua për mua. Do zakonisht kur shkojnë, ata i thonë ti bë dua për ne. Apo ai thotë bëni dua për mua që me bëj haxhin që duhet, e Allah më pranu, më na fal gjinat. Bëni dua jo për mua. Edhe për ju, që kjo kur bëhet tani është dëgjosh një farë barazie, jo për mua, për ty, shto dashnia mes muslimanëve, për shkak se ka një farë reciprociteti në bashkëpunim edhe në aspektin e adhurimit tonë. Thot, pastaj flet për disa rregulla kur është mirë munis, përmend disa sa që nuk kanë bazë direkt për haxh ose për udhtim të veçantë, për shembull me fal namaz para se munis, nuk ka namaz të posaçëm të udhtimit, apo por mirë është njëri me fal nafile namaz si në të përgjithshme kur del pi shtëpisë ose kur kthehet në shtëpi e kështu me radhë. Pejgamberi sa sa kështu pi udhtimit, mas para ka shkuar në xhamit vet, i ka fal dy recate, pastaj është ardhur në shtëpi vet nga sunetet e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Thot pastaj mirë është që me pas një libër për haxhin. Shikoj, domthon me ditë ku po shkon, jo me shku në Qabe me vetë cilla ke Qabja, apo don. Se shkolla apo e çka bëjmë tash na këtu apo? Ka rregulla që s'mund me ditë kur normal se ato janë çështje personale. Do bën probleme që më vetë hoqën gjithmonë. Ama çështje përgjithshme, para se më shku me ditë. Çka është haxhi? Ruknet e haxhit, obligimet e haxhit, shtyllat e haxhit, mas pore çka bojna, çka është ihrami, çka tawafi, sa sillemi apo çka safa, piku fillohet safa dhe merva, sa'i apo çka Muzdalife, çka është me ditë, teori përgjithshme me ditë. Me pas një libër të haxhit, është më rëndësi shumë, apo kuptim të dijes, thot edhe me pas një libër të duave, që ka bu pejgamberi sa. Se zakonisht me bëu dua, na bëjmë dy tërë dua, Zot që thot tani ti him donjos me dua xhenegat, apo sa punë të rritjesin të pambuluar në lutjet tona. Andaj me një libër sikurse elhamdullah ka libra tash për lutje të mira, të llojshme, që janë të verifikuar, të certifikuara hadithet, se janë të sakta, që me bëu dua, do të thonë, me bëu dua gjatë të rrugës, duke përmendur Allahun te bartalla dhe me u lut me lutje që lut pejgamberi son. Për shembull, lutjen e udhëtimit me bëu këtë haxhilet, kur nisen me ditë çka më thonë udhëm. Apo atë në aeroplan ai thot duan e udhëtimit, po 90% as në përcjellën as din çfarë të thonë ai atje, se janë të angazhuar jo me një rrypë, me një ulje kështu më radh. Ja, me ditë se tash po nisem e çe libër e kanë duan e udhëtimit apo pastaj për shembull duan dhikën e sabahit të akşamit, po shkon haxh se bën dhikën e sabahit të akşamit, apo dhikën e sabahit të akşamit. Me ditë për shembull në çdo aspekt çu pejgamberi kur e ka desh teshën, kur e ka vesh teshën, kur ka flajt, këto do të më bëu edhe në shtëpi. Po në veçantë haxhiu të jetë imobilizuar komplet në pasim të sunetit të pejgamberit alayhis salam, në çdo aspekt e veçanërisht në aspektin e lutjeve apo. Këto janë domosdoshmë ato që tash duan e kanë knu edhe inanis, apo për haxhin inshallah na mundson Allah në hajret mira me shkuar. E tash autori thot, këto janë përgatitje jashtme të haxhit apo. Edukat që duhet haxhiu të pajitet me të para se munisë. Tash thot po flasim për ndërtimin e brendshëm apo tash pretimet dhe kuptimet e brendshme që duhet të pas apo haxhiu gjatë udhimit të tij në haxh. Këto është kapitulli i gjon, disa po i përmani sot kam mundësi me narkoz me përmend, por shkak se sinqerisht ka përmend shumë gjëra më rëndësi, po do të mundom i kalu sot këna mundësi. Thot i'lam annahu la wusula ila Allah. Dije se nuk ke mundësi me arrit tek Allahu xhalla wala përveç. Ka thënë çysh arrihet tek Allahu te barekutaala. Është edhe haxhi është udhtim për marrit tek Allahu xhalla wala. Ti në haxh nis me mitë e Zotit xhalla, me kon më afër Allahut te barekuta, u pastru, me kon më i lehtë në ngritjet tek Allahu xhalla xhelaluhu. Do të dije se nuk ke mundësi me arrit tek Allahu xhalla wala përveç
me tajarrud, me përkushtim maksimal në sinqeritet. Tajarrud të është mushvesh. Mushvesh. Çuçi dish tishat komplet. Apo përmesh ihramin, çashtu në kuptim brendshëm, zhveshën nga çdo tendencë e syfatësisë, vetpëlqimit, mendjemallësisë, arrogancës, paragjykimit, çka mëresh. Nuk ke mundësi. Qëllimi i autorëve më tregu se ashtu sikur që nuk bëhet haxhi pa u zhvesh, për me vesh një petk tjetër që s'është petk dunjaja apo. Çashtu të dhe nuk mundesh në aspektin e brendshëm me kon i ngarkuar me punë të dunjas e me shku tek Allahu xhallahu. Nuk mundesh apo. Pjesa e brendshme nuk e bën dunjon. Prandaj në dunjë ka arrogancë, ka garim, kush ka më shumë. Dunja që ashtu apo. Nëse te besimtari nuk ka garim kush ka më shumë në kuptimin e mallit, por kush ka më shumë tek Allahu shpërblim, kush arrin tek Allahu xhallahu ala më shpejt e më shumë, kush është më bamirës, çka është ajo që të jarrudon. Thot wal infiradi bi khidmatihi. Edhe të ketë një lloj vetmimi në shërbim. Jo me kon që haxhi të ndozën është kolektiv. Kimë shku me shok, kimë po mundohu me gjet, domthon kohra veçanërisht në situata të veçanta ku veç vetë jam. Sa të ke mundësi tash, aty e thot dikush ku më shku vet. Ai që don gjon. Ama gjej apo, veç ti me Allahun te barekutaala. Për shembull të lozër, a ka mundësi haxhiu më shku natën qabe, edhe veç vetë që është më fal. Aty njerëz ka po, ata njerëz si mos më kon se si të ki njerëz të që nuk njohin, skimo apo. Ama njerëz që njohin sana krijojnë një falloj presioni të vazhdueshëm që smush me kuara ata. Prandaj vetmimi është shumë i rëndësishëm në udhëtimin ndaj qabës apo. Qoftë në umre, qoftë në hax, doni qysh, doni vetmim, ti me Allahun ton, domthonjë që thotë Ibn Qayyim rahimullah, duhesh me e jetësu në maksimum el uns bilan qabën. Shoqërinë me Allahun xhallahu ala. Nëse nuk e nin miqsinë me Allahun shpit Allahut ku kemi nin Allahun. Ki ka për shembull njëri, nëse njëri për shembull dikush nuk i ofron miqësi dikujt në shtëpi vet, ku kam i ofruar Allahun? Shtëpia rresht është simboli i miqësisë. Kur ti hap dikujt derën e shtëpisë, i bën që merhaba. Edhe mundosh mi bëu mohabet edhe me shërbim, apo çfarë thotë? Se tregoni fjalë shoqënie dhe një fjalë miqësie. Në esencë, po flas për mysafir të mirëseardhur, edhe çefit. Dikush që vjen për një punë tjetër, s'po flas ato të jashtëzakonshme. Andaj çavi është shtëpia e Allahut azza xhallahu. Ti po shkon tek Allahu musafir apo. Allahu ta ka qel derën. Allahu të ka pranuar, apo. Sa pas ko për të, pak mu vetëm me Allahun xhallahu ala në kuptim të meditimit për Zotin, dhikrit, pendimit, përjetimit të këndshëm të këtij komunikimi të veçantë dhe shumë intim që e kemi me Allahun te barekutaala, që këto i mundson ai vën atje. Edhe pse është i zhurmshëm, edhe pse ka kallabllak, megjithatë ka mundësi besimtari me gjithë kohra dhe vende ku realisht gjitha këto si bëjnë përshtypje, ka mundësi me u izolu mbrana vetes tij për një vetmim me Allahun xhallahu ala për ta përjetuar miqsinë dhe shoqërinë me Allahun xhallahu. Prandaj thotë u kad kanë ruhbanu për para të kaluar ruhban kanë qenë njerëz asket. A din ata që kanë ndërtu, domethënë në biesh, në kodra, kanë ndërtu, domethënë faltore edhe në vetëm uçet japën. Veç se kanë pas në mushkput nga jeta e përditshme apo. Islami ka ndaluar kësaj vetmish. E ka bu haxhin kështu Allahu xhel. Çka është rahbania apo ai pjesa e shkputjes për dunjos. Që thash fillim, ai asketizmi real, apo ai ndarja nga materializmi dhe hyrja në shpirtënorën totale në kuptim të lidhjes me Allahun xhallahu ala, në hax arrihet në mënyrë të mrekullueshme. Thot këto e kanë bërë taleben el unsi billah, që me lip atë miqsinë me Allahun xhallahu ala. Fa jul el hajj e haxhi është bë çajo rrugë për me e shiju uns billah për këtë ummet. Thot, e tash pe rregullave që nuk pas parasysh për me ndërtu të breshme ti, thot, mas pari, en yakune khalian fi hajji min tijara, që në gjatë udhimit i në haqë, me kon komplet domthon i shkputur nga çdo përpjekje me fituar tregti dikun. Shikoj lejo tregti në haqë, Allah ka përmend, wa yashhadu manafi'a lahum, që ata edhe të pretojnë dobi tjera, lejohet, por nuk duhet kjo të jetë në dëm të atij orientimit që ka të bëjë me ahiret.
Kjo është qëllimi i tij. Don ky do të tregoj që gjithçka që ka mundësi me ta prish çiltërsinë e këtij komunikimi, e kësaj miqësie me Allahun xhallahu ala, e këtij kontakti privat kaq intim, kaq të afërt me Allahun xhallahu ala, më zhvesh pe tij apo. Nga sa thotë këtu sa ne tufarriqu hammahu. Ja shpërndoj brengat apo. Me atë ka të bën rafatot, mos më ka marrë dikush më ato fat në hotel sana apo. Smunj me konë, do si vendos me njëra, do njëri nuk mund me kon rahat. Më me kon sa marrat Allah. Me kon sa më përkushtum kesh kun haxh, më që me qeni përkushtuar në adhurimet e haxhit apo. Që ti thotë që ti jetë zemra përmbledhur komplet vetëm në përkushtim dhe në adhurim të Allahut te bareke ve taala. Edhe për më normal që në situata caktuara normal duhet me e pranu të ndëzër pak edhe gjendjen e një lloj shpërfillet vetvetes apo. Shikoj mesatojnë që përmend autori këtu. Se këtu është më me kuptuar se mund të keq kuptuar kjo që përmend këtu autori, domosdoshmë me kon pak i flokprishur e pluhnosur, thotë po qysh tash edhe përpara me kon i parfumosur. Po tash ti për shembull të ndëzër nuk mundesh atë çdo 5 minuta në tavaf me krahun apo më. Dhe i pak apo në haxhi apo haxhi flokprishur nga lodhja e haxhit është pa me që don Zoti te barekutaala. Apo sigurisht se e don gojen në gojë sa jurisht, e pa këndshme, për Allah është e këndshme. Në gjdo nështë shpërfillje në dukje, që është shkaktuar nga adhurimi dhe përkushtimi në adhurim, të Allah është e dashnë. Apo, kur nuk mund të randër me konë, jënë dëstane që njeri duhet me konë i kujdeshëm. Po në do vene, që ashtu të është e Allah, tash para mund dikush shkon në Arafat, pas ka plohën e vëlla, pas ka si hotelin atje ke lëna apo. Unë në plohën që aty në Llaçe bodo apo. Mos e kurza. A çka është problemi apo? Sa ai tash lyp edhe të sahatë që ka pas aty, aty që aty më s'ka art, në Arafat s'ka art apo. Prandaj çka është qëllimi i tij? Mëso mu plohnos apo. Mëso mu bollaç, mëso mu njerëzit, në ibadat ti apo. Mëso këtë punë apo që edhe kjo është pjesë e këndshme e këtij udhëtimi. Një lloj shpërfillje e jashtme e shkaktuar si pasojë përkushtimit në adhurim. Është shumë e rëndësishme kjo. Pastaj thot se Allahu azza wa jall, sikur ka në hadithin e Xhabirit, don Allahu krenohet te melajket, don për robët e tij, thot unduru ila ibadi. Shikoni robët e mi, thon. Etuni shu'than ghubra. Kan ardhur flokprishur të pluhrosur. Këtë gjendje lloj përmend. Apo, se në Arafat nuk i veshur me tishakat, apo më. Se kjo arë mu falë, kjo arë mu pastru, apo, sa ma i shkret, sa ma i gjynzuar, sa ma i varfur për Allah xhallahu ala, është situatë ma e kërkuar, apo. A që kjo është mesaj e besimtarit. Dinë Allah ku du të me koni plonast, e din ku du të me koni parfimast, apo. Kër i prishim këto kalkulime, tani, apo, ku du të me koni plonast, që me koni parfimast. E ku kjo prish është, shka përshama në kuptim tjetës përdeshma, apo. U prish ka puna, apo. Esenca e zbukurimit besimtarit është te gruaja vet, edhe gruas vet te burri vet. Mas pak ti ka zbukurim këto dy prioritet. E mas shumë ti ka ku dalin për jashtë. Keni prish lot balancën. Po për jashtë dolni pak, po esenca e zbukurimit që shkon në Abasi, unë kam qef me u zbukuru për gruan tëm, që kam qef ajo më zbukur për mua. Është farë elegancë apo jo, apo domon shpesh ka gale në kuptim duke se shumë sa ama kur dal ka qef me kon drejtje me pa tjetër apo. Pas edhe era parfumën shpe metal, edhe kur dilsh edhe veçanërisht në raportet bashkëtorë ato. Edhe gruaja në esencë se realisht stolia dhe zbukurimi ta kongrus më shumë se është natyra e saj. Po edhe burri nuk bën me shpërfill vetën e tij. Prandaj është gruaja i merr kur një orë desa dal për jashtë në rregullim, a burri e pyethin më orë apo s'merr mund 5 dakika ndoshta me pak një më të veçantë me prit burrin e saj se ka për një udhim. Që kjo që nuk dim balancën, nuk dim ku duhet të shtopën apo më. Edhe ky debalans fatkeqësisht përfaqet në shumë aspekte të jetës sonë. Prandaj këtu është i pulionost, këtu është i parfumos. Sprish punë, të dyat janë të mundshme, nëse i përgjigjemi rrethonave dhe kohës varësisht nga kërkesat apo. Thotë gjithashtu ajo që duhet ta ketë parasysh është se wa kasharrafa Allahu ta'ala bayta wa 'azzama. Apo Allahu azza jall domon e ka madhnu shtëpinë e tij, edhe e ka ngrit pozitën e çabës, edhe e ka bër
vend të adhurimit edhe vend kthim për adhurimet e tjera për besimtarët tonë. Dhe Allahu Azhjal edhe ato që ka për rreth saj e ka bërë të madhuar për çapën. 100.000 sevape, haremi, nuk lejohet gjyëtia, nuk lejohet kjo. Këtë e ka bërë Allahu Azhjal që besimtari ta përjetoni madhështi të veçantë kur mbrana çapës, padim kur është jashtë saj. Këtë do të përjetu besimtari kur është në ato vend atje. Andaj të ndërmozur edhe në vazhdimsi, po këtu veç më bëj edhe një rikujtim se autorët më na ka thënë që jetosh komë një udhtim që duhet të pas një fokus tjetër. Gjithçka domthon atje me kon diçka që t'jap mësim në shumë të ahiretave. S'po disa dietarë kanë përmend edhe një detaj interesant nga domthon maksimalizimi i përfitimit të gjithë shkafet në favor të ahiretit apo. Kam përmend detajet thosh ku i ka rënë më në shkafë. Gjithçka. Çfarë e përmend në fillim, gjithçka do të mëkon shërbim të ahiretit apo. Gjithçka me ahiret me lidh, gjithçka apo. Po para në kur je tu prit apo më të du pasaportin apo. Të kujtohet pritën në ahiret apo. Ti tu kur çuta kujton nuk shkon nera tani ai sapo të vënë atë. Subhanallahu, para që shkon me pritje më këtë javë. Këtu flat ka atë njerëzit është vëlla, atë dill gjën për mas apo. Para mos e pas vizë, kjo stel me ka përsyt kthen apo. Në dunjë me ka përsyt pa vizë apo. Me bë pa që kaskadua fati pasaportit. Të kthejnë apo marrësh, bëka të arrestojnë. Apo në ahiret mos e pas vizë, me çka ka përcen Allah. Që shkon gjithçka e kthen çdo pritje, thot madje, thot një pediatare ka përmend, thot madje edhe kur e bën edhe ndrimin e valutave apo. Ndrimin e valutave, s'ki çfarë pa i kthy, eurot me real, me pagatje, thot i kujtohet ndrimi i të këqijave me të mira, thot yubadilullahu sayyiatim hasanat. Allahu xhalla wala ndron të këqijat me të mira, apo çu shpendrojnë këtu, më ndroft Allahu të këqijat me të mira, apo unë piloj te Allahu, unë piloj çopë të këqijat, më dhash Allahu tash të mira të këtij vani, apo. Shikoj din çfarë niveli shkon meditimi i besimtarit i mishruar me ahiretin në vendin e veçantë që është vend veç në tokë është ajo, se çabi është pjesa e ahiretit është çabi apo. Guri është pejgjeneti, guri i zi që ka aty apo. Në gjithçka aty ka simbolik të ahiretit. Prandaj na ka mësuar që gjithçka me e lidh me botën tjetër, me ahiret, çdo lëvizje, gjithçka. E kur besimtari në këtë përkushtim, në këtë orientim të vazhdueshëm, padyshim se shumë sa si sheh, si nina, si priton, po fatkeqësisht po na dominon dunjaja në shumë aspekte, pastaj edhe normal, edhe natyra sot e pluhni saj tani po bën minjotën. Andaj thot wa'lam ana fi kulli wahid min af'al al-hajj. Do dihet se çdo lëvizje, çdo vepër haxhit është një mësim, edhe është një rikujtim për ata që marrin mësim. Po të gjithçka është mundësi për këtë. Gjithçka është mundësi. Jo veç ato tash Arafati, tamam puna në Arafat mos marr mësim. Të pranon në Arafat mos më duket kjo mjetë, kjo është merr. Nëse në Arafat kujtohet njerëzit, po them kështu, ama është ka para Arafatit të tjera mësime që ta kujtojnë ahiretin. Thot gjithashtu eni tadhakkara bi tahsil az-zad me kujtu që shkon për furnizim apo a ke pa më thonë, pa pagu, as të marim pikë të ujtë, as të jep kush buk më hongër, në gjithë këndush, që në heret, sa ne kemi kalu, a kemi pagu në varë kërë të benë, a kemi pagu kërë rinjallës, a kemi pagu të peshori, a kemi pagu të dhenja fletushkëve, a kemi pagu të sirate, a kemi pagu të kjo, a ki, me veti. A da që ka thonë Selefi, në moment të vdekjes ka thonë, seferu të tawil, o zadu qalil, u dhe gatë, funizimi i pakt, Zoti rahmet boft, shika këtu njëri për shembull mund të marrë në haxh, ndoshta 2 fish nëse që i duhet apo. Gjinin vëlla çapo din ti udhë kjo, apo pastaj on tash merrni. Sot që mundsi. Ama pse sot për herë të Allah është edhe në finë se udhë kjo si dihet apo ngatësh, apo. Edhe këtu thuaj që ashtu njëjtë. Ama shkon veç me farze. Edhe në fila aty këtu. Shto shumë në filë Allah thosë dihet, nuk i dihet, jap sadak sa të mundesh, nimos sa të mundesh. Thosë udhë kjo nuk i dihet për udhë, jet dikun harxhohet. Nështë gjinë sadaka filonet. A ke pa asoj grus ju ka gjinë kush? Uj që i ka pëqenit. Ju ka gjithë. Ati njerë ju ka gjithë. Një degë që i ka ikë për rrugë, ju ka gjithë. Për që të Allah ka fut në gjenet. Nuk dhjetë që ka gjinet në heret. Pra një gjithë që ka mundohë me shëndru në furnizim. Edhe paramenon furnizimin që e ke marë për vetë. Përndaj, thot, le të keti kujdesshëm, do nga veprat që prishin
këtë pritim e këtë një sikur se thash, është riaja apo mëresh. Mos më shoshnu riaja, se ka mundësi. Në haxh riaja më kanë shumë e theksuar, apo shumë aspekte, syfacia, në dhënje, në lëvizje, në këto, prandaj do të më koni kujdesshëm që mos më e prish bukurinë e këtij udhimi në ahiret me syfacia apo me çka do kofton. Thotë se ka mundësi haxhi ti pastaj me subhanallahu. E ka punë shumë interesant. Thotë çfarë tash ti haxhin apo je të përgatit për kur? Haxhi atë vjen kur kthesh në Kosovë, jesh të vjen në haxh. Ti atë haxhi duke paketu kur vjen varr. E atëre nxirr. Han pitina, kushtimisht apo se gjinë të vjen kur një gjallë han pitina, kur se të vjen namazi e çela. Thotë mos u bos ja që ka përgatit për të ngat ushqim të freskët. Hala po dal pëlqet ju ka prish ushqimin javën. E që hanaj kush kanë atje javën? A keni pa ushtar për shkakun nuk marrin ushqim tazet nxehtë. Jo dash i paketuam që një muj ditë bën afton sa i komë shkon mal. Apo se sa sot rrenaj nuk prishet afton, se çasi ushqimi duhet. Atë bën e haxhin ton ushqim po tash në të ky flet në atë gjë s'ka pasi paketime, po pe kthen konton të paketuam çat mënyrë që s'ka afat skadence. Ti të çesh në herët afton s'prishet afton. Ama hala pa u kthy subhanallahu pi haxhi më e prish. Ka ushqime ka pa, si se han më herë prishet afton. Nëmë është natyra e tij që është apo. Atë mos e prish, bëne paketuam tillë që s'ka afat skadence. Derisa të takosh Allahun xhallahu ala. Kur s'prish afton. Ajo që e prish të ndozur haxhin është riaja, është syfacia, është arroganca, zullumi, padrejtia, vetpëlqimi. Mos e prish, ruaje. Nëse je duke paketu për udhim, për marrë veti. Ç'kjo duhet afton. Dhe thotë o min dhalika, thotë e piksa që duhet me përjetu është edhe në më shkur të vesh ihramin, me kujtu normal veshin e kujna, veshin e qefinit, apë. Prandaj ihramin nuk është petk i dunjos. Ihramin nuk është petk i dunjos. Qa ihram veshet veç në haxh. Kur kënë zveshet më bëë? Kur kënë së në vesh? Pra përna ma ardi dikush e me vesh në gjumam, me që ta e këmë bo haxhin, jo borë, shkohet në gjumam me ihram. Apo se sot nuk është tesh e dunjos, a zvesh më kur, që të vesh edhe kryet më. U kry puna atina, e ka kryet në ti. Që kjo është? Andaj, dëmonë që njerë më pas parasysh gjithë s'ka me këthy në përjetimet të këndshme. Mase simbolika e haxhit, simbolika e këti ihrami koni bardh. Fetarisht, a bën me koni ihrami në gjyrë tjetër? Po lejohet, po s'ka në gjyrë tjetër. Do në subhanallahu është bësi vëllai ijma i muslimanëve. Konsensusi muslimanëve që në haxh me koni bardh. Dallon lloj material, dikush e ka më të mirë, dikush e ka më dobë, prish puna thon. Ama ideja është që këtë kanë gjyrë bardh. Simbolika që do historikisht nuk është prish. Spaku për atë çfarë dim, nëse në kohët e hershme nuk e dim çu ka pas, po spaku po flas për çka kanë pa, kanë dëgjuar, kanë lexuar, nuk është prish simbolika e ihramit duke qenë i ndërim me qefinin që sa ku afër. Sa qefina bën me kon të ngjyrë afër. Po edhe qefini është rujt historikisht me kon i bardh, edhe ihrami është rujt historikisht me kon i bardh. Për shkak se në musliman Allah ka dashur, ka dërën me majt këtë simbolikën e rikujtimit të vazhdueshëm mes ihramit edhe mes, domethënë, qefinit. Dhe gjithashtu e ka përmend autori këtu se kur e vesh petkun e ihramit, realisht ai e kuptuo se me këtë pet që s'ka bëj me dunjan, po hen tash me një zonë ku s'ka bëj me dunjan më vonë. Domthon, sikurse ihrami është një lloj zhveshje nga gjithçka që është materiale më vonë. Tash po jemi në një botë tjetër, sigurisht me një orbit të posaçme, me rregulla të veçanta, të posaçme, që janë sigurisht rregullat e zakonshme të paritshmërisë tënde kur jete në dunjë. Prandaj me këtë edhe i kujtohet edhe thirrja e Allahut te barekuhu teala. Wa adhin fi an-nasi bil hajj. Thirrën njerëzit me bëu haxhin. Me thirrjen e kujt? Me thirrjen e shpirtit, kur i thret besim njerëzit me dal shpirti apo. E tash çuçi kimi për Allahu te xhel. Ako me kon ja ayatu an-nafsul mutma'inna, o ti shpirti i qetë. Ktheu tek Allahu azza xhel. Me çka kimi u kthy tek Allahu te barekuhu. Ta nërëzër shikoj çfarë përjetime të këndshme këto janë. Çfarë shpallën mbyllje hermetike besimtarësh me na kuptime të caktuara që veç prezenca fizike të ndonjë, ai ta shkputet pikë kësaj, del në dimension komplet tjetër të përjetimeve të tij, të mendimeve të tij. Normal na po flasim
për një gjendje të vazhdueshme që duhet të përpjek. A ka mundësi kjo gjendje me na ikën, ka mundësi si mi njerëz, e namaz ti, na kanë për namazin, po nuk mund të kon tan kon i dominuar nga ato pritime se është vështirë, don kohë pas kohë, megjithatë shfrytëron mendja ka, shkon mendja ka njëra kështu më radh. Ma i ka situata ku njëri angazhohet me diçka që nuk jep hapësirë me i pretu gjithmonë ato kuptime, por dua të them që përpjekje duhet të pas. Edhe në mas të madh duhet të keni dominuar nga çdo kuptime. Edhe kur tik mendja, edhe kur tik veprime, kur tik sjella, vetëm du prapë me rikthy. Për ta është një e mirë, edhe është përkujtues i mirë, edhe hec i mirë që na mëson gjithmonë që mu kthy në këto kuptime. Prandaj të ndrozur zakonisht edhe këto fjalë thuhen kur në haxh, po nuk duhet të më kthy në rutinë. Me ditë tash hoxha, si ti vesh më hron, kam na thonë ti kujtoj çefini. Ne kuptojmë tash, jo kështu rutinore, po marrni rregullim shumë serioz, shumë sinqert, shumë vllaznor, apo që me përjetu për një meqat këshill, si këshill. Ose çka do kohë prej stacioneve të haxhit që na rikujton ahiretin. Prandaj thot besimtari me këtë përgjigje, dhe sikur se janë përgjigje Allahut në dunjë, kështu që edhe përgjigja për dalë për Allahut të jetë një përgjigje e kësaj natyre apo. Se ti u ke për Allahut me haxh, ai të përgjigjet ty me xhenet. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, el-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna. Haxhi i pranum s'ka shpërblim tjetër për të përret se xhenetit. E të kujtohet që kjo shkëmbim ti u ke përgjigj, ai tash tu ka përgjigj apo. Thot o kedalika idha wasala ila al-haram. Thot gjithashtu do të thonë kur arrin haram i kujtohet fjala e Allahut për harimin apo se Allah thot e kanë abu harimin aminen, e kanë abu qetë sigurt, e po në haram është ndaluar me derxhak, me luftu. Pejgamberi ka nuk lejohet të bëjmë luftë, por është thot ma ka lejuar mua Allahu me një pjesë saktuar derisa edhe veç shumë pak ka qenë. Edhe në pejgamberi ka shtruar Mekën pa luftë, pa shpata, pa kurrë. Por është një rezistencë minimale që është bërë me një pjesë saktuar dhe shumë shpejt është shpartalluar dhe ka i pejgamberi sa domon pa betejë, pa luftë në Qabe. Për shkak se Qabja nga mëkatet më të mëdha është njëri me shkaktuar rrëmuj ose probleme shkaktuar në Qabe. Nga gjërat më të mëdha që kjo thon. Me bën njëri për shembull ndonjë trazir në Qabe. Nga gjërat më të mëdha kjo puna. Dënimi i dhëmshëm tek Allah për ata që bënë trazin është shqetësim ma problem që njerëzit pastaj mos më mujt më një rahat në Qabe. Siguria është shumë e rëndësishme në Qabe me kon. Siguria është shumë e rëndësishme me kon Qabe. Dhe alhamdulillah, edhe sot shohim që ka shumë siguri të madhe. Flan ku dush, kon ku dush. Për shembull dikush më shkoi me vjedh në Qabe. E mos më dikush i sigurt nesër për shkak se ka hajna këtu për shembull. Çfarë dënimi ka ai? Po me vjedh dikon Qabe, ku e di, sa fish mund të marrësh më keq se kush diku me vjedh dikon tjetër. Çdo e keq në Qabe është më e madhe. Prandaj thotë autori që kur shkon e kujton don sigurinë e Qabës e i kujtohet siguria nga dënimi i Allahut azhjal. Qish po i në Qabë i sigurt, s'kam frikë për kurrë, a kam ndaj për dunjë, më dal tek Allah i sigurt, ashtu që s'kam ngarkesa, kërkoj çdo si kum bë, se kum in hak, a kam qenë i sigurt nga dënimi i Allahut, e i sigurt në pranimin e shpëlimin e Allahut azhjal. Që ka çfarë lidhje me sigurinë? Don mes dunjës edhe ahiretit. Thotë wa an yakhsha la yakuna min ahli qurb, edhe me pas frikë që ndoshta nuk është prej të afërmit të Allahut azhjal. Që ta ka mundsuar Allahu mua afru Qabës, e pranu, po me trupa ke mundsuar afru tek Qabja, ama ke mundsuar me zemrën afru te o Zoti i Madh. Se edhe çuçi ka trupin i udhtim ka Qabja, edhe zemra ka i udhtim ka Allahu te bareke teala. Kjo udhtim i rëndësishëm ka Allahu te bareke teala. Thotë andaj nuk duhet të besimtari domon me dominu në këtë rast shpresa e madhe, duke thonë që mbasi më ka pru Qabe më çon xhenet apo. Mbasi më ka pru që to jam më i miri këtu. Jo, shpresa do të më kon, po edhe frika më kon ato. Nga se çust ka pru në Qabe, edhe është treguesi i nderimit, por është treguesi i përgjegjësisë. Apo se ty të ka pru këtu domon, të ka mundsuar me pa disa sana, të ka mundsuar me fitu sevapa. Ku është tash vepra, ku është angazhimi, ku është përmirësimi, ku është pendimi? Andaj mos më shku njëri edhe fatkeqësisht me u dominu nga shpresa e tepruar që e debalanson frikën e pastaj kaplohet nga vetpëlqimi, kaplohet nga një neglizhencë për shkak se 100.000 këtu kur të llogarit në Kosovë, apo unë ju falin sot doni 50 unë me një namaz, këto çështje janë çështje djallëzore, që besimtar nuk guxon më shumë to, nuk guxon më ron to, për shkak se duhet të pas shpresë, po mos më kemi mësuar në Qabe, shpresa është e madhe se kim më fal, po dhe frika është sa komeditën e më u përgjigj si duhet me dinjitet e me përkushtim, domthon këtij
benefiti dhe ose këtij ndërimi që ti Allah më ke mundsuar. Pastaj thot lën el-kalam amim wa haqqu az-zairi mar'i afdal. Do të kuptoj që po mirësia dhe bëjë është e përgjithshme, po edhe me pas dert edhe pak hakun e atij që po viziton, apo jap hakun. Haku domthon na e dim që ka rregulla që vlejnë për pritjen e musafirit. Po dhe ka rregulla që duhet të mugis musafiri kur shkon te dikush. Nuk ka veç ti që e prat ki rregulla. E ai çu don musil, ja, ai ka rregulla. S'bën me vetë gjithçka, s'bën me hyrë gjithkon, apo ka rregulla. Do të më dish musil, ço më nejt, ka rregulla. Edhe kur shkon me vizitu shtëpinë e Allahut azh ka rregulla, apo mo përkushton rregullat e atij që e viziton dikon, se çysh po e viziton, edhe çysh po sillet në shtëpinë e tij afër. E padyshim se ai që kërkon nga Allahu mbrojtje nuk ka më hub Allahu te bareke ve taala aftë. Edhe thot o idara al beit al haram kur e shikon çapën e kur hin herën e parë, thot domon e kujton madhnin Allahu azh xhel, çfarë shtëpie, sosani ka ndodhur këtu, apo edhe kujton bujërinë Allahu dhe mirësinë Allahut ndaj tij, andaj shtohet presia e falërimit, e shukrit ndaj Allahut vazhdimisht, elhamdulillah o Zot, falërimi qoftë Allahut. Ajo varfënia për Allahun e vazhdueshme se veç Allahut ka pru këtu, e të ka nderu, e të ka përzgjedh në mes të shumë njerëzve. Prandaj ngjallet një lloj mirënjohje e vazhdueshme e robit në raport me Allahun te barekuhu teala për mirësinë që Allahu ja ka dhënë dhe padyshim se edhe i kujtohet edhe madhësia e tawafit, nga se tawafi është një lloj namazi, sikur se ka thënë pejgamberi, tawafi është namaz, përveç se në të është lejuar me fol. Prandaj ti duke bëu tawaf, të kujtohet sikur se me kon namaz Allahu thon, apo sikur se me kon çfarë që do me kon për kushtimi namaz, me kon fokusi namaz, mendja si gëdoj për Allahut, edhe në tawaf me kon se jeni në lloj namazi, po me një formë tjetër ku lejohet me fol apo. Andaj edhe thot te guri i zi kur e çon dorën e prekin se ka mundsi, s'ka mundsi me prek, rresht e trajton këtë çështje në raport me gurin e zi një lloj besatimi me Allahun azh xhel, se si besën kur e kanë pejgamberin sahabët apo të na besën se kanë vetë bë. E atë të guri i zi e ka thënë Allahu gurin e zi prej xheneti apo që me përshëndetje të një besatimi se pej tash tutje realisht ndryshe kanë me kon. Po e nisëm tre. Ai që po pika fillon tawafi, fillon pe gurit zi. Edhe fillon me çka? Me bismillah, Allahu akbar. Do bismillah, nama te Allah, Allah është më i madh, Allah ka më ndihmu. Në rrugtimin tëm të ri që po e filloj me hapjen e parë në tawafin tëm për jetën time apo. Shikoj çfarë lidhje të fuqishme mes nismës nga guri i zi, mes dorës që e çon me besatimin dhe në Allah ta xhel për përmirësim të gjendjes dhe për një rifillim të ri në jetën tënde, duke e ndërlidh këtë rifillim me lëvizjen e tawaf, çfarë lëvizja në dunja ka më qenë. Ka do që të sillim o Zot, do të jetë një sjellje që sillet rreth kënaqësisë tonë, rreth shpërblimit ton, rreth adhurimit ndaj Teje, jo rreth mëkatit, sigurisht më ka mundsuar mos sill rreth çapës, gjithmonë ka mos sill që të kash në jote, si mirënjohje dhe si besatim, dohon për mundësinë që më ka dhënë marr në këtë vend. Këtë kuptim madhor, kjo është elegancë sinqerisht mbretërinse, mahnice që mundson besimtarin me kry një shkollë të madhe duke qenë ai në haxh apo. Andaj me kaq po duam të përfundoj këtë pjesë, tani vazhdon ai ala në tutje me pjesë tjera ose nëse më lëni me pekryvish mos nuk ka tani shumë apo më thon. Thot pastaj për asaj që duhet me kujtu këtu edhe është sajin Safa dhe Merwa, thot kur shkon Safa dhe Merwa, thot i kujtohet mizani. Çto kur më lexojmë çuditën për këtë. Kur Safa dhe Merwa më ka kujtu mizani atë. Po them sinqerisht atë. Thot pse mizani? Se mizani ka dy anë, edhe është i madh, apo me një anë në ndërvepër pra. Thot ti si është pe një anë apo. Thot kujtoj që kështu apo që kam të gjujt veprat, herë një anë mizan, herë një anë mizan. Cëllan ka më shumë mizanin peshor ditën e gjykimit apo. Don Safa dhe Merwa si peshor ditën e gjykimit apo. E ti me soi nuk din çka ka me ty apo. Ti mes dy anët peshorës nuk e din s'la ka më anu apo. Andaj Safa dhe Merwa e simbolizon si dy anë të peshorës së ditës së gjykimit, ku njëra anë duhet më rëndu, a është ana e djathtë apo më rëndu, ana e majt marr e lehtë, ana e majt marr e lehtë apo. Andaj përjetime mendore të mahnice që japin përjetime të veçanta kur njëri shkon në haxh apo. Thotë gjithashtu edhe këtë lëvizje pej kësaj i kujtohet atë lëvizje të gjykimit.
Po se pivorit, kena me shku tek mahsheri, tek vendgrumbullimi, pe aty te llogaritja, pe aty te peshura, pe aty ki me lëviz, apo kë lëvizje realisht në Safa Merwa ta kujton atë lëvizje në ahiret që ka me kon vende të ndryshme, duke shpesuar se më ta ka mundsuar Allah me lëviz në Safa Merwa, dhoshtë Allah që me lëviz edhe ditën e gjykimit, që atje kanë me lëviz ata të Safas atë Merwas, Ibrahim alayhis salam, Muhammed alayhis salam, Hajeri e të tjerë që është ti je në karavanën tyne e ndjenat për kacin e rëndësishme të rreshtimit pas tyne, të rreshtimit në mësimet edhe në ndjekjen e udhëzimeve të tyre. Thot gjithashtu për asaj shëtitjes, thot i kujtohet edhe tërkitja e vazhdueshme në dyert e mbretit, udhëhecë Allah xhallahu ala, a ke pasi njëri kur ka hall, çka bën? Nga pini vani. E thosh Allahu nuk kam hall apo. Po nga pini vani, pini portë, po trokas në derën e shpresës, në derën e frikës, në derën e dashurisë, çdo derë po trokas, cilën derë që ma çel Allah që më hitet ti e më msreu më mbrojt o Zoti jam apo. Ne shkoj kjo lëvizja është lëvizja e hallexhiut. Lëvizja një që ka gale, ka derë, ka brenga, sigurisht një hallexhin gan derëm der, kush pja qel derën, kush pinimon, kush pestran, kush pembron, apo. Edhe këtu në Safa Merwa e paramendon atë hallexhiun që lëviz në vazhdimsi, në forma të shumta, tërkat der, cila der ka mu qel mua, apo. E të kujtohet që kjo që ti hallexhi i madh, ki galet të madhe, ki brengat të mëdha, e kjo art tek ai që në dorën ti është zgjidhja e problemeve edhe çelçet e portave që ti po tërkat më u hap për ty apo. Prandaj shpeson që ndoshta çdo hap që të ec me hallet që ke, ndoshta nuk din çfarë porte ka mundë të qel. Apo mund të qel porta e falës në Safa, e porta e shpërlimit në Merwa, apo çfarë do porte që nga porta e mëdha që Allahu i ka hap e përmesuar me hi rob të Allahut te bareke o taala. Andaj duhet me varfni, duhet me hall, me usill, me breng që sikurse ai që vrapon me gjithë zgjidhje ti vrapon në Safa Merwa, se që ashtu dhe ka ngajt Haxheria, ka pas hall. Ai halli ka po me vrapu me Safas të Merwas, brenga për fëmijën e saj, kërkesa për ta fik etjen e ka po me ngajt pas Safas të Merwas. Edhe ti s'ki etje në kuptim të ujit, po ki etje për falje, ki etje për dije, ki etje për udhëzim. Andaj nga në Safa Merwa me shpresë Allah xhallahu ka me bëni burim për ty që kime ngop vetën tonë, kime fik etjen e ignorancës që e lyp shpirti më ngop me dije, ose të dëshmërisë, ose të falës mëkateve, ose të përgdhelës pranimit tek Allahu xhallahu ala, fa kuptim madhore e tin Safa Merwa. Njëri me qetoj ka pluar, a ndin lodhje, ose a ndin kakallabllak, am shtytës, mund të kuptohet se i komplet dimension tjetër, i në botë tjetër, sigurisht se ka del nga ngushtimi i dunjas në gjersinë e dunjas edhe të ahiret. Thot wa amma al-wuquf bi Arafa, thot do të sa i përket Arafatit, këtu ka mësime shumë të nëzër, thot mas pari njerët më ju kujtu, do me thonë dhe më ju kujtu me atë kallabllak njerëzve, atë dyndjet njerëzve, atë dallim mes njerëzve në gjuhë kështu më radhë, që është të këmë konë në jemi në qiyama. Njerëz ka murin gjallë, që të Allah o tëra kulle ummetin gjathije. Gjdo millet, popët kime pa në dy goj. Popët e këtije. Lëllë njerëz, ama ka me kone gjendje të një gjunëzimi para madhnisë Allahu te barekotala. Edhe këtu njerëz kanë ardhur me popët ndryshëm, me kultura ndryshme, me gjuhë ndryshme, po të gjunëzuar për Allahu të manuar para madhnisë Allahu xhallahu ala, edhe janë bashku me një vend sikur kanë bashku në mahsher ditën e gjykimit, me ta kujtu me të vërtet kiametin në miniatur, se çka ka me qenë më e rëndësishme për ty ditën e gjykimit, me thonë Allahu ta kun fal. Çaja është më kryesore në Arafat, me thonë Allahu xhallahu ala, hajtë është Muzdalife se ta kun fal atë. Çka është më e rëndësishme atë? Çka falja? Lëshmëria subhanallahu, edhe me simbolikën së vendit, edhe formës së organizimit, edhe grumbullimit, edhe lutjeve, gjitha janë shumë të ndëlidhur me botën tjetër apo me ahiretin. Thotë wa idha ramita al-jimar, edhe kur gjun gur, apo realisht aktivizojnë vetën tonë atë aspektin dhe edukatën dhe mendësinë e nëntrimit për Allah të manduar. Do thonë gjun gur, as dim pse po gjun, as kam pe gjun, a pse në shtat, sa më rëndësishme që ai që din më mirë se më ka mësuar në pe gjuja apo. Do thonë kultivoje aspektin e nëntrimit, edhe të parulës për Allah të manduar, duke qenë i bindur se në çdo udhëzim ka urtësi, në çdo udhëzim ka realisht kuptim. Pavarësisht a kuptojmë në këtë apo se kuptojmë në këtë, a dim në këtë as e dim në këtë, por gjujtja gurve në esencë duhet të na me kultivu në mas të madhe kulturën e nënshtrimit të parazir në raport me
udhëzimet e Allahu xhallahu ala, udhëzimet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe me shpreh atë varfënin për Allahu xhallahu ala, edhe varfënin se ku kishe ditë se do të më gjujt fshat gurë çto. Ku kishe ditë? Wallahi s'ke ditë kur apo. Kush të ka mësuar me gjujt fshat gurë çto, me gjuh këtu e me buk. Kush ka mësuar? E ka thënë Allah Ibrahimin al-Sama, çto ka thënë kurbanin, tani ka gjujt shejtanë, ka thënë Allah njerëz me të mësuar Të kujtohet madhërimi i Allahut dhe kujdesi për ty. Që ka thënë pejgamber me mësuar Pejgamberi ka bu hax, e tani na kanë marrë për ti haxhin, që ka thënë khudhu anni manasikakum. Merrni pe me haxhin, mësoni pe me ç'është bëhet hax. Ne kam mësuar pejgamberin gjitha këto. Më të kujtu madhësia Allahut, vallahi më të kujtu subhanallah, ai kujdesi Allah xhallahu se ishin punë të humbur, ishin punë të lëndë, të mirë, të shkret, pa na mësuar Allah xhallahu me pejgamberin sa më vonë s'kishim ditë. Sikur shumë janë dunia nuk dinë Allah. As nuk pse gjun, as ku gjun, as çka bën. Ti e din edhe gurt ku i gjun, pse i gjun subhanallah. Vallahi shikoj njerëz nuk e dinë jetën ku e gjun. Parnaj, mas trajten, nuk dinë jetën ku e gjun, nuk dinë pasurinë ku e gjun, s'din pse çu të gjun, nuk e din pse atë. Pa kuptim gjithçka atë. Ti gjithçka kemi kuptim, madje edhe gurti kemi kuptim. Do gurreca 7, a më dim se pe gjugun atë. E din? Madje pejgamberi është kujdes për mallsinë e guralesave. Jo më kon lëllë guri. Deri këto detale është kujdes. Ma s'ka nevojë kur gjë diçka tre me nxin këtë fe. Është gjithçka organizuar, gjithçka është shumë bukur e sqaruar. Veç paso edhe në shtrau. Allahu xhallahu ala udhëzimet pejgamberit alayhi salatu wasallam. Andaj Ibn Abbas ku ti ambledh gurt pejgamberin për me gjujt në xhamerat. Edhe ja ka marrë ekspertëve i ka gjudo, kanë jo këto, limit lihada, çështë gjuj. I ka marrë si kokra qiqrave vogla, ka iyaku wal gulu. Ruajini nga teprimi në fe, shikoj me gur. Apo me gur thjesht që kimë gjujt në murtë e komunit. As atje mos më shpërfaq teprimin në fe, ekstremizmi i tepruar, jashtë udhëzimet pejgamberit, e pse mund të jetë njëri nga mlefi, a kanë më shëton kap një gur të madh. S'është kjo çështje me mallsi, çështja me pasim, çështja me udhëzim. A ne kanë dikush me pas dhe dikush urrëti se Allah nuk e don. Po që duhet me pas me mas, sot ka mësua Allah xhallahu, jo sot ka prirje nefsi me urrët ose me armisu dikon. Larg asaj apo. Me gjithçka me mas, ka bu mirë, e lavdrojmë, e pranojmë, ja kanë pa harin, ja japim dorën, na kanë imu, ja japim dorën. Kush do koftaj? Na ka mësuar pejgamberi me kon çdo aspekt, matot, kujdesshëm, mirënjohës, falënderues, iyakum al-ghulu. Shikoj këtë hadith e ka thënë pejgamberi ku? Në rast të guralesve që ja ka bërë Ibn Abbasi. Mos e prani fe, mos merrni gurt më, s'ka nevojë. Kaç kryet, me çikaç kryet puna. Më nëse është me gjujt gur. A të kujtohet ky mësim, ky kujdes i pejgamberit që gjithmonë pas të ruajtur balansat fe, me nik mesatarën e dur, me nik rrugën e dur gjithmonë. Jo me dal jashtë këtu me balansave, jashtë ekuilibrave që rresht janë të përcaktuar me shpallët e Allahut te bareke u taala. Dhe me çikaç autori përfundon, pse në haç ka dhe qethje, ka kurban, gjithçka ka mësim. Po besimtarit e ndozur kur të ndërton këtë mendsinë e përfitimit deri që to me lenin Allah xhallahu ta shtutja mund të vetëm shkuafën. Apo se tash e kit organizuar me këtë. Gjithçka mënon. Nëse në gurëzat ton që mësim dal, të kurbanit som mësimi dal, e të qeta som mësimi dal, apo shumë mësime ka aftë. Po ky veç do me ta jep një orientim me të mësuar me edukuçi, mos shko atje gafil. Gjitha ato stacione të përfitimit, të gjitha ajo shkollë e ti e këtë haxhin u kthym. Ku është shkolla, ku mësimi, ku ndikimi, ku besatimi, ku ndryshimi, ku është këto që i cekëm që janë më rëndësi me i kuptuar. Edhe në fund e përfundon autori thotë: "Wa amal Medinatu Sharifa", e kur shkon në Medinë të pejgamberit alayhi salatu wasalam, normal smush pa për Medinën apo. Se Mekka dhe Medina janë lidh din kiamet bashkë me kona apo. Apo pe kur i ka lidh Allah xhallahu ala me hijrat të pejgamberit janë të pandama, janë vënë të pandama apo. Janë vënë që i don musliman. Bëna që ka pa musliman kur flasin për vënë që i duan Mekka Medina. Do të janë pandashme edhe. Ja pse dihet Mekka vlera e saj është e pakontestueshme. Por megjithatë edhe Medina është e drejtshme, Medina është e bekuar me bekimin e Allahut të pejgamberit alayhi salatu wasallam. Andaj thotë kur shkon në Medinë i kujtohet se është vend që e ka përzgjedhur Allahu që të jetë vend ku ka më shpërngul pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E ka zgjedhur Allahu xhallahu ala, shikoni Medina është vend i përzgjedhur për strehim të pejgamberit sa hala pa u kriju pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Hala pa u kriju njerëzimi, e ka dal Allahu këtë vend. Kur e ka kriju Allahu tokën e ka dal Mekja, Çabia, Medina, vend shpërngulja. Për atëherë nezal janë nda këtu vende që me kon vendet përzgjedhura të Allahut te bareku teala për vlerësim edhe për ngritje e për shpërblim e për shpallje e për shpërngulje të pejgamberit e kështu me radhë. Pastaj thot, paramendoje një
subhanallahu, një mishtrim emocional me ecin Medinës se kësaj ka ecë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Në këto vende është silla e vet, u dalë u hi, që xhami u dalë u hi, në rruga ka ecë alayhi salatu wasalam, kanë ecë sahabët e tij apo. Prandaj të kujtohet parula e pejgamberit, të kujtohet modestia e pejgamberit, të kujtohet edukata morale e tij apo në Medinë, të kujtohet çu ka ecë pejgamberi, ka ecë modest, çu ka ecë pejgamberi, ka ecë parula, çu si pejgamberi me butësi, çu si me urtësi, çu si të kujtohet morali i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Thot edhe kur don me vizitu varrin e pejgamberit të kujtohet çfarë burrë është tash Islimi apo kush është këtu në këtë vend Islimi, jo për me manu varrin, se na varrin nuk e mannojmë, por atë që kom brenda varrit apo pejgamberi alayhi salam kuptim të ndikimit madhështor të një burri të madh që e ka ndryshuar rrjetën e historisë me fjalët e Allahut azza wa jall, me shpallje, që aty është i varrosur ai që na ka nxjerrë Allahu pe to nga errësindrit, e të kujtohet nimeti i Islamit apo e të kujtohet shëmtueshme e ignorancës. Këtë kujtime nga historia që ti je pjesë e saj të kujtohet kur është varri e pejgamberit alayhi salam, po edhe të kujtohet që vdekja është fundi i çdo njeriu. E ka dashur Allahu më shumë të pejgamberin dhe e don njëri më i ngritur, njëri më i udhëzuar, më i ditur, megjithatë kullu nafsin dha'iqatul maut. Çdo njeri ka me eshi vdekjen, edhe ai vdek, edhe ai ka ra në varr, por më rëndësishme është të kuptu çysh po des edhe në rrugën e kujt po vdes. Se gjithë kanë me vdek, po a ke vdek në rrugën e pejgamberit, a ke vdek nesër që të pesh nga dora e tij, e të thotë mirë se ke ardhur apo thotë largohu se e ke ndruar fen e Zotit azza wa jall, që ka në hadith Buhari, Allahu na rujt, apo me i përjashtu pejgamberin nga haudi i tij, nga burimi që ka më i dhënë umetit vet, pse e ka ndruar fen, e ka shtronuar fen, e ka lut me fe kështu me radh, Allahu na rujt me kompityna. Prandaj këto kuptime të kujtojnë që aty se këtë lidh me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Disa nga ato i përmend ato disa i shtova veç për me e pasuru përjetimin e këndshëm të prezencës në xhamit pejgamberit edhe në prezencën të varrit të tij për me i dhënë selam. Pejgamberi sa më dhon selam shokëve të tij, Abu Bekrit, edhe Omerit, të kujtohet madhësia e Abu Bekrit, sakrifica e tij. Omeri kush ka qenë radhiyallahu anhu, dashnia për sahabët, për katësia jote në raport me këta njerëz të mëdhej, domthonjë që ndjekë rrugës tyre se kuptimi i fesë kalon përmes një njerëzve, apo jo jashtë tyre, e kthehesh tek udhëzimet e caktuara për të bërë krahasim me kujti me punët e tyre këtu më radh. Andaj një shkollë e madhe begat, vallahi i don e pasën shumë aspekte që libra dietar kanë shkruar me rast në ultimin e tyre në haxh, çka kanë përjetuar, çka kanë dije këtu më radh. Gjithkusht tash dallon njëri prej tjetrit, nuk mund të ketë autor të librave, po bën spak autor librave tonë për jetën tonë, ndryshoj jetën tonë me udhimin në haxh, edhe rrite, thot autori në fund, thot rrite dozën e dashurisë për pejgamberit, vlerësimi i tij, të respektit ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur je para varrit tij dhe kur je në xhamin e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Kjo është rreth ato që autori ka përmend lidhe me çështën e haxhit, pse na mund pak më shumë kohë se zakonisht, por për me përmbyll ishte domosdoshme. Haxhi është udhëtim i gjatë, i rëndësishëm, i begat, është problem me i ardh për të anëve, mirë po besoj që ja ka vlerë me përmbledh komplet. Allah i shpërbleft për vëmendjen, për sabrin. Allah i mundsoft që udhëtimet drejt Ka'bës në umrën haxh të keni udhëtime të jetës, të përmirësimit, e ndryshimit, e ngritjes tek Allahu te barekuhu teala me këtë shkollë madhore që njerëzit e kanë ndryshuar, jo veç vetveten, po dunjan duke u nis nga Ka'bja, nga Medina e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Allah e shpërblet me kaq fillon fund, sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.